Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka, veçanërisht në udhëzimin islam. Paqja dhe bekimi të madh të Zotit qoftë mbi krejt profetët Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij besnik. Paqja dhe bekimi të Zotit qoftë mbi gjithë ata që ndojnë dhe ndjekin udhën e tij të përsosur dhe bekuar deri në ditën e gjykimit. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën Sunnatullah, tradita e Allahut, sjellja e Allahut me njerëzit, simas reagimit tyre ndaj udhëzimit hyjnor. Dhe pikërisht sot kemi këtë temë, sjellja e Allahut në lidhje me bindjen dhe mosbindjen. Ose ndryshe siç e themi, zakonisht lidhja shkak pasojë. Allahu përmendit vet i thot profetit Muhammed alayhi salatu wassalam në Kur'an: "Wa lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwa al-huda." Dhe nuk do të jenë të kënaqur me ty as jehudët, as krishterët, derisa të ndjekësh fenë e tyre. Thuaj Muhammed, thuaj musliman vetës, thuaj të tjerëve, vërtet udhëzimi i Allahut, pikërisht ai është udhëzimi. Pra udhëzimi që ka zbritur Mohamedi sot, ai është udhëzimi i vërtet, gjithëpërfshirës, i përsosur dhe i saktë. Jo udhëzimi që sa e njerëzit, pra përshto atë që nuk është prej Allahut. Dhe dihet që udhëzimi i Allahut është feja islame, pra ti dorëzohesh Islamin, mund të dorëzohesh urdhave të Madhit Zot. Dhe kjo është udhëzimi i Allahut që i ka shpall krejt profetëve. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahu është ai që e dërgoi të dërguarin e tij me fenë, me udhëzim dhe fenë të vërtetës. Dhe kështu përmend Allahu në Kur'an që feja e Allahut është Islami, dorëzimi i të Madhit Zot nëpërmjet bindjes që kanë ardhur me shariat, me shpalljen e hyjnorëve të gjithë profetët. Atëherë lidhja shkak pasojë lidhje për sa i përket ose në varësi të bindjes dhe mosbindjes udhëzimit të Zotit. Pra udhëzimi i vërtet quhet vetëm udhëzimi që ka zbritur prej Madhit Zot. Dhe rregulli i parë, kush praktikon udhëzimin e Allahut, Allahu e ka praktikuar atë. Çfarë do të thonë ka praktikuar atë? Allahu e ka praktikuar me mbikëqyrjen dhe përkujdesin dhe me mëshirën e vet, dhe e lën atë person në atë që ai person vetë ka zgjedhur për veten e tij. Allahu thonë në Kur'an: "Wa man yushaqiq bir-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ai që armiqësohet me dërgumin, pra kundërshton të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, masi i është bërë ati i qartë udhëzimi, pra udhëzimi për të Madhit Zot, dhe ndjek rrugën dhe nuk jo besimtarëve, pra nuk ndjek rrugën e besimtarëve, pra besimtarëve të vërtetë. Ne thotë Madhi Zot, unë përbashkë me melajket, me engjëjt e mi, do ta lëm atë të shkojë nga është nisur. Pra ka zgjedhur këtë rrugë, e kundërshtove me armiqësi rrugën e Allahut, rrugën e dërgimit të tij ose të krejt profetëve. Atëherë dënimi i parë ose pasojë e parë është që ne do ta lejmë atë të vazhdojë aty ku është nis në këtë botë dhe do ta vërvisim atë në xhehenem dhe nuk ka përfundim më të keq. Zoti na ruaj. Pra, kush nuk ndjek udhëzimin hyjnor, dhe përveç udhëzimit hyjnor, krejt tjetra, çfarë është përjashtuar, është
vetë se devijim dhe shpërfytyrimi i njeriu. Allahu thotë në Kur'an: "Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal." Dhe çfarë ka mas të vërtetës? Ajo që është veç të vërtetës, është e pa vërtetë, është devijimi dhe humja. Fa anna tusrafun, nga po shkoni, pra nga si pa menaxhoni vetën, si ka pa çoni vetën. Pra, rregulli i parë në lidhje me udhëzimin hyjnor dhe është që në këtë lidhje shkak pasojë inat kundërshtia udhëzimit të Allahut sjell pra pasoja praktikimi nga imani i Zot dhe vazhdimi i rrugës që vetë robi kundërshtari i Zotit ka zgjedhur për veten e tij. Pra nuk i ka më për kujdesin hyjnor. A Zoti në rregull. Lidhje me këtë, Allahu përmendit vetë ka paralajmërim dhe kërcënim për ato që nuk ndjekin udhën e të madh të Zotit. Ndjekësh rrugën e Zotit është detyrë. Dhe çfarë është dhe njeriu dihet që në këtë botë do ndjeki o rrugën e Zotit, o atë që është jashtë kësaj rruge, pra devijimin. Dhe praktikësia e devijimit, praktikësia e kundërshtisë është detyrë tjetër. Domthon, praktikësia e haramit, e ndalesës, është detyrë. Po ashtu thotë Imam Zot në Kur'an: "Wala in ittaba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir." Pra paralajmërimi i parë që nënkupton edhe pasojën. Dhe nëse ti do të ndjekësh pasionet e tyre, dëshirat e tyre, pra jo besimtarëve, masi ty të ka ardhur titunia, pra të shbojë qartë titunia. Nuk ke prej Allahut as për kujdestar, as për krahas, as mbrojtës, as për krahas. Pra kur Allahu për mallnit vet, nëse kjo kumtes, në pamjet parë duhet drejt për drejt e drejtuar me profetit alayhis salam. Atëherë mësimi që nxjerrim ne, kur Allahu për mallnit vet me këtë kërcënim dhe paralajmërim i drejtohet njeriu më të lartë, më të afërt ke Imam Zot. Pra nëse ti do ndjekësh pasionet dhe dëshirat e njerëzve, edhe pse i ke vu njeriu më i lartë, atëherë nuk ke për me as për kujdesje, as për krahje, as mbrojtje. Dhe dihet që ky kërcënim është edhe më i ashpër për pjesën tjetër të njerëzisë, për pjesën tjetër të muslimanëve, kur dihet që gjithë janë në gradën e profetit në përgjithësi që më tepër vurës profetit Muhamedit alayhis salatu wassalam. Tjetër, po në lidhje me këtë, thot Zoti përmendit vetë në Kur'an: "Wala in ittaba'ta ahwahum." Përsërit këtë kërcënimin dhe paralajmërimin. Nëse ti do të ndjekësh pasionet e tyre, dëshirat e tyre, pra jo besimtarë. Min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, masi ty të ka ardhur, masi të ka ardhur ajo, pra dituria hyjnore. Innaka idhalla min al-zalimin. Ti atëherë do të jesh prej zullumqarëve, pra prej të padrejtëve. Dhe dihet që Allahu nuk e don dhe dënon dhe padrejtësinë. Vit dituria e Zotit, udhëzimi i Zotit. Dënim tjetër, pasojë tjetër është njeriu bëhet çfarë bëhet. Më një nga shpejtësitë e dënimit hyjnor është që damkoset me të qenurit i padrejtë. Pra edhe herë, kur Allahu ja thot këtë njeriu më të afërt, më të lartë ke mendjen vet, këtë kërcënim, pra do damkosesh me çfarë, me padrejtësi. Atëherë kërcënimi dhe paralajmërimi për në tjerë, për pjesën tjetër, është edhe më i ashpër. Tjetër, rregull tjetër, po në lidhje me traditën e Allahut, për sa i përket ndjekjes apo kundërshtisë udhëzimit hyjnor.
ai që ndjek udhëzimin hyjnor nuk do pikëllohet për atë që lë mbrapa në këtë botë, që i ka kaluar këtë botë, dhe nuk do friksohet për atë që ja pret në të ardhmen. Allahu thot në Kur'an: "Kul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." I thon zbritin tokë, pra pasi shkau gaboi baba dhe nona krejt njerëzimit, Ademi dhe Hawaja alayhim assalam, që i thot, që thot Imam Zot kur rrëfen këtë ngjarje, zanafilën e historisë njerëzimit, i than zbritni, këtu vjen numri shumës, arabisht e ka dyshe. Dialogu me Zotin është jo të dy, pra në këtë fillim të historisë njerëzimit. Këtu thot zbritni ju shumës, pra ju njerëzit. Zbritni pra në tokë, jetoni në tokë. Krejt. Dhe betohem dhe nëse ju do t'ju vi prej me e udhëzimi, pra e theksoni më Zot, prej me e udhëzimi, se udhëzimi vërtet është vetëm prej Allahut, siç e thon, ta di që këtu tash shfaqet, del qartë lidhja shkak pasojë. Famani taba hudai, shkak ose kushti. Kush do ta ndjekë udhëzimin tim, thotë Zot, fala khawfun alayhim, nuk do të ketë frikë për të, pra frikë për të ardhmen, atë që do i vi më mbrapa. Wala hum yahzanun, dhe as nuk do pikëllohen, nuk do dëshpërohen, nuk do drobiten, nuk do pesmatohen për atë që i ka hikën këtë një. Pra kushti ose shkaku, që është? Udhëzimi, ndjekja udhëzimit hyjnor. Pasoja ose kushtëzuara ose në këtë rast e premtuara për Allahun, qose ne e plotësojmë këtë kusht. Pra punojmë me këtë sebeb, me këtë shkak, ndjekim udhëzimin hyjnor. Nuk do na kaploj frika për të ardhmen tonë, botën tjetër, dhe nuk do ndjem dëshpërim, nuk do ta vuajmë atë që na ikën nga kjo botë. Atë që na ikën nga kjo botë. Pra, shkaku ose kushti ndjekja e udhëzimit. Po dhe vazhdojmë të gjitha këto. E para, shpëtojmë nga qenurit pa drejtë. E dyta, nuk jemi të karcënuar për të madhit Zot. Tjetër, nuk do të jetojmë me panik, me frikën e pasigurisë për të ardhmen tonë. Tjetër, nuk do të jemi devijuar. Tjetër, nuk do të dëshpërohemi për atë që na ikën nga kjo botë, pra nuk do ta vujmë. Dhe pasojë pozitive tjetër është jetë e këndshme, që sqarohet nga jetë tjetër Kur'ani. Pra, po kjo është rregull ose kanun hyjnor i nënë renditur, po është asaj të përgjithshme, se nën atë që është e përgjithshme. Bindjes dhe mosbindjes udhëzimit hyjnor. Atëherë që kemi tjetër, jetë e këndshme për atë që ndjek udhëzimin. Shkaku, sebebi ose kushti ndjekja e udhëzimit, siç e thamë. Pasoja, ajo që pritet që premton Imam Zot, dhe na sqaron si rregull hyjnor, si kanun, si sunet, pra si traditë hyjnore, e sjelljes Allahut me robën, ku plotësohet kusht, jetë e këndshme. Dhe në të kundër, jetë e ngushtë, jetë e zymë, e ngushtuar, për atë që i kthen kurrizin e udhëzimit hyjnor. Çfarë thotë Imam Zot? Përshkruan një dialog me një kategori njerëzish ditën e gjykimit. Pasi thotë kul nahbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adun. I thamë, zbritni pra për xhenetit sprovës, krejt, pra Ademi me Havan, pra njerëzit, lloji njerëzor, dhe armiku vetë shejtani, iblisi, me ushtarët. Krejt, do t'jeni për njëri tjetrin armik. Pra gjithë jetën do keni armiqësi me njëri tjetrin. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa.
Betojmë që ai që do masi të vi udhëzimi im, do ta ndjekë udhëzimin tim, pasoja e premtuar për Allah, la yudhil, nuk do të devijoj. Nuk do të devijoj. Ola e shkallë dhe nuk do të dëshpërohet. Dhe nuk do të dëshpërohet, nuk do bëjë jetë të dëshpëruarit. Wa man a'rada an dhikri, dhe kush i kthen kurrizit, pa injoron udhëzimin tim, thotë Imam Zot. E kundërta. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Për të do të ketë vërtet një jetë të ngushtë. Jetesë të ngushtë. Dhe ngushtohet jeta. Kjo është këtë botë. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, dhe do të ringjallim atë ditën e Kiametit të verbër. Të verbër. Pasoja e dytë, negative. Pra këtu do i ngushtohet jeta, do ringjallet i injoron ditën e Kiametit i verbër. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Do thot ky person ose kategoria e këtyre lloj njerëzve që kanë injoruar, kanë mbyllur sytë dhe veshët ndaj udhëzimit dinor dhe do ringjallen të verbër. Do i thonë Zotit, o Zot, pse na krijove të verbër ndërkohë që unë isha shikues, pra shikoja në atë botë. Përgjigje Allahu, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Kështu të erdhën ty argumentet tona për ndinjon këtë botë, dhe i harrove, dhe që i harrove, i injorove, i mbyllë sytë para të vërtetës. Dhe po kështu sot, pra ditën e gjykimit, tunsa do të harrohesh, pra do injorohesh, do përbuzesh, do përçmohesh. Pra do rikrijohesh i verbër. Wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dhe ne kështu do e shpagujmë, pra atë që shpërdoron, që shpërdoron? Shpërdoron mirësitë e Allahut, mirësia më e madhe e Allahut është udhëzimi. Pra shpërdoron dituninë hyjnore, dritën hyjnore, dhe nuk beson ajetet e Zotit vet, pra në argumentat e Zotit vet. Wal adhabu al-akhirah ashaddu wa abqa. Ndërkohë që ndëshkimi, vujtja, dënimi i botës, i ahiretit, i botës tjetër, është më i rrept dhe më i gjatë. Është i përhershëm, më i qëndrueshëm. Ti morim këto ajete në radhë. E para punës, për udhëzimin ka menime të ndryshme, dhe kush të ndjekë udhëzimin tim, thuhet për Kur'anin. Këtu futet gjithë shpallët hyjnore që i kanë zbrit krejt profetëve. Dhe i fjalë shpallë hyjnore. Kjo është detyrë, siç e tham, për të mësuar dhe për të ndjekë. Atëherë ti mori një nga një rregullat, kanunet hyjnore që dalin nga këto ajete. Tradita ose sjellja e përhershme dhe pandryshueshme dhe pashmangshme e Allahut në lidhje me atë që ndjek udhëzimin e të Muhamedit Zot. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ai që ndjek udhëzimin tim nuk do të devijojë dhe nuk do dëshpërohet, pra nuk do të jetë fatkeq, do të jetë fatbar. Pra nuk do të devijojë këtë një. Dhe nuk do të jetë i dëshpëruar, ka menime me dietarët, nuk të jetë i dëshpëruar në ahiret, pa fjalë dëshimi që në ahiret ose jo. Por ama, po shikojmë në Kur'an, fjala nuk do të dëshpërohet, nuk do të jetë i dëshpëruar edhe në këtë botë. Do të jetë i lumtur në këtë botë. Këtu deri pyetja tjetër, që është normale, sidomos muslimanët e sotëm, menjëherë duke pa shqetësimet që kanë këtë botë, me që kara është dobësu imani, besimi, i vujnë shumë gjonat që s'do të me i vujt realisht, thot, po mirë në qosë është fjale që nuk do të dëshpërohet në këtë botë, atëherë është fakt që musliman kanë në këtë jetë raste vujtjesh, dëshpërimesh, problemesh, fatkeqësimesh plot. Atëherë nuk do të dëshpërohet për shkak të fesë para punës.
për shkak se ndjek fenë, jo, kjo është kryesorja. Allahu një jetë Kurani thot, men amile salihan, min dhekarin e untha, wa hua mu'min, kush punon punë mirë, pra që quhet punë e mirë në Islam, që quhen imam i Zot punë mirë. Kusht i parë, kush e plotson këtë kusht, bën punë mirë, që duhet pra shkaku. Mashkull qoftë apo femër, duhet i bashkangjitet këtij kushti dhe kusht tjetrit domosdoshëm. Wa huwa mu'min, ndërkohë që është besimtar, pra e bën punën e mirë, duke përjetuar besimin ke imamit Zot, që çfarë më thonë me fjalë tjera, e bën për hir të Zotit, e bën me besim dhe bindje që Allahu do t'ja shpërblet. Allahu do t'ja shpërblet. Pra, me sinqeritet për hir të Zotit, wa huwa mu'min, tregon gjendjen shpirtore mendore personit që e bën punën e mirë, si bën punën e mirë. Pra, i shoqëron punën me gjymtyr, me veprimtari trupore, gojore, i shoqëron me çfarë? Me ikhlas, me sinqeritet. Ndërkohë që është besimtar, pra i përjeton si besimtar. Atëherë i plotësoi këto dy kushte, këto dy sebebe, punë mirë plus pra bashkë me pandashme me çfarë? Me besim. E para për hir të Zotit, kjo është sinqeriteti, dhe po mbrëmja besimit dhe bindja që Allahu nuk ja humb kot punën besimtare. Çfarë përmendoni Imam Zot? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Do t'i gjallërojmë, do t'a gjallërojmë atë në një jetë të këndshme, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, dhe betohem që do t'ja shpërblejmë atyre shpërblim, do t'i shpërblejmë atë shpërblimin me shumë të mirë se sa ajo që kanë vepruar pranë dynjë. Pra shumë fishi asaj që kanë bërë, kanë vepruar në dynjë. Po çojmë fjalën, do t'i japim gjallëni atyre, gjallëni të këndshme, pra jetë të këndshme. Është ajo pyetje që s'na lë shejtani neve me na e kujtuar na pra afërmenjes, por ne po vujmë për kena fukara dhe kena smundje, kena probleme, kena këto, kena ato. E kjo është normale që kjo s'po të ndodhi kjo përgjithësi. Po mirë, Allahu thotë këtu që kush vepro punë mirë, si besimtar për hir të Zotit, nga para se ta filloj punën, gjatë punës, mas punës, i po për hir të Zotit. I din që ai nuk do t'i humbi punën kot. Do t'i dhuroj këtë botë jetë këndshme. Në botën tjetër do e shpërblej shumë më mirë se sa ajo që meriton, që ka vepruar në këtë botë. Atëherë, të shpërimi që garantohet për të mundot që do ja heqë, dhe që njeriu e përjeton hera gjatë jetës, thamë para punës nuk ka për shkak për të fesë. E dyta, ai që është besimtar i vërtet, Allah këtu flet për besimtar të vërtet të plotësuar, Zoti na bëf për aty. Dhe një besimtar i plotësuar, edhe nëse do vizë prova këtë dynjë, siç janë varfëria, smundja, dhuna e dikujt tjetër, padrejtësitë e dikujt tjetër, nga vlerësimi që i bën begatisë më të madhe që i ka dhuruar Imam Zot, që është udhëzimi në Islam, nuk i përjeton si fatkeqësi gjitha ato që i ndodhin këtë dynjë. Pra, besimi i vërtet e bën njeriu besimtarin që çfarë do lloj fatkeqësie të ketë në një të sfumohet. Domthonë mos përjetohet si fatkeqësi kurrën e kurrës. Ndërkohë që një njeri që është besimtar gjithashtu i gëzohet kujt pra kënaqësisë Allahut, i gëzohet udhëzimit hyjnor, i gëzohet për kujdesës hyjnore për gjën që është më e shtrenjtë. Dhe e shef begatinë absolute këtë gjë. Dhe çdo lloj begatie tjetër i paksohet apo i zhduhet krejt, nuk e shef si humbje. Dhe vetë ju do të jetë i lumtur. Dhe vetë ju
do t'jetë i lumtur. Dhe kur është i lumtur njeriu, më po të marrësh një jo besimtar që i vun shumë humjet, më thonë, e krejtësive të kësaj bote, e qunë dëshpërimin vetë, fatkeqësinë vetë, nuk ngopet kur, vetë mania dhe maktotoria ose pangopsia i mjafton njeriu si ndëshkim këtë botë. Amo besimtari që është i kënaqur me përsaktimin e Allahut, edhe pse është i urdhëruar me u përpjek me përmirësu jetesën, po mo i dorëzohet përsaktimi i Zotit dhe din që ajo është më e mira për atë. Pra është i kënaqur. Domthon ki i person që është krejtësia me përsaktimin e Zotit, atëherë dëshpërimi dhe vujtja nuk kanë vend. Nuk mund të rrinë të dyja bashkë kurse si. Kurse një që s'ka fe, një që është jo besimtar, është mohos. Ai çdo mangësi të kësaj bote e ka vujtje. Sado mirë t'jetoj, sepse nuk ngopet kur. Dhe i mjafton, edhe siç e tham, i mjafton mania dhe pangopsia, pakënaqësia robit, dhe makut robit pangopër, si vujtje, si dënim. Këtë botë, përveç asaj që ka në botën tjetër. Mirë, ka në një pikë tjetër. Kanuni Allahut, tradita e Allahut, sjellja e tij e pandryshueshme në lidhje me atë që pra i kthen kurrizin udhëzimit të tij. Pra, Allahu thotë në Kur'an: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Dhe ai që do t'i kthej kurrizin udhëzimit tim do të ketë jetë të ngushtë. Pra do ta praktikojë atë, nuk do ta ndjeki, do të armiqësohet me atë, do ta kundërshtoj dhe ndërkohë, si njeriu do ta ketë rrugë, ndërkohë do të ndjeki udhëzim tjetër përveç udhëzimit të Allahut. Në këtë dynjë do ketë jetë të ngushtë, pra të ngushtohet jeta. Si ta kuptojmë këtë ngushtimin e jetës si dënim i shpejt këtë botë për atë që i kthe kurrizin udhëzimit hyjnor. E para e që thamë, do t'jetë njëri i pangopër dhe pangopsia është vujtje dhe dënim vete. Dhe njeriu që është i pangopër përjeton gjithmonë panik për të ardhmen e vet. Përjeton me frikë, dhe frika është lloj dënimi tjetër. Pra përjeton pa siguri. Nuk është kurrë i qetë. Ndërkohë që mungesa e qetësisë është dënim i llojit tjetër. Allahu përmendin dhe zbrinje e qetësisë ke besimtarët, momente vështirësi, momente kritike, e përmend si begati, dhe vërtet është begati. Dhe çdo njeri mund ta menojë shumë thjesht. Mund të kesh mirat e gjithë botës, mund të jesh i pasur pa fund, nuk e numëron dot pasurinë. Mund të kesh shëndet mirë, mund të kesh pushtet. Në qoftë se s'ke qetësi, atëherë nuk zon asnjë. Pra, me ta pru Zoti edhe në ngushtë, më thonë që jeton gjithmonë me pasiguri, me panik për të ardhmen, nuk knoqesh kurrë ato që të kesh. Tjetër, nuk je i qetë. Dhe kjo është lloj dënimi tjetër. Ama në ahiret, në botën tjetër, Allahu përmendit vetë, do ta injoroj, pra, është këtu në Kur'an, siç e tham, është kur ti thotë që o Zot pse më krijove të verbër ndërkohë që isha shikues, unë shikoja. Allahu çai thotë, nuk i thotë që ti mbyllë syt, po i thotë Kedhalike atatke ayatuna, do i kujton shkakun e këtij dënimi. Kështu në ty të erdhën argumentet tona. Fanasitaha, i harrove ato. Fjala i harrove mos i mësoj, jo. Nuk ka desh me mësu fare. I ka injoruar, ka kthy kurrizin, ka mënë sy të veshës, s'ka desh me mësu. Pse s'ka desh? Që do më thonë s'ka desh me mësu, s'ka desh me zbatu. Shpesh ne përdorim edhe në Shqip fjalën
nuk don me ja dit. E din, nuk don me ja dit. Do më thonë, e din faktin, por nuk don me ja dit, nuk ndjen përgjegjësinë e atij fakti. Në këtë ajet Kurani përmendesh për i harrove, pra s'deshe me ja dit. S'deshe me ja dit. Kështu do harrohesh edhe sot. Pra kështu do injorohesh. Kështu do injorohesh. Fjala ignorim, njo. Është Shqipër. Mo njo dhe nuk njo. Pra të ignoroj nuk du me të njoft. Nuk du me të njoft për njëri të ndërum. Pra ju të i thot ditën e kiametit. Sepse këtë i tërgu me një ma, me Allah, me argumentet, me shpallin hynore. Dhe do t'jesh i përbus, asnjë nuk do t'jetë imam. Asnjë s'do t'jetë imam. Nuk do t'jetë i verbër. Këtu ka dhe rregull tjetër. Po mrena asaj përgjithshme që lidhet shkak pasojë. Që lloji i ndëshkimit është në përputhje me llojin e mëkatit ose me llojin e krimit. Pra kemi modi zot, shpagimi është në përputhje, pra lloji i shpagimit apo i dënimit është në përputhje me llojin e krimit ose padrejtësisë që ka bërë. I mbyllë si në vërtetës, dorë ngjallësh i verbë. Po kjo kategori hyn edhe ato që në Kur'an quhen shpërdorues, pra kanë shpërdoru dituninë hynore, argumentet hynore që kanë zbritur përmjet profetëve, ose quhen ndryshe mukadhibin, mos rifin shpërdorues, mukadhibin përgënjeshtrus, e njëjta gjë është. Po kur thu shpërdorues, ta bën më të ndjeshme atë peshën dhe shëmtinë e mosmirënjohjes, sepse Allah për ty ka nënshtruar gjithçka që ka në qiellin tonë. Dhe e plotësoi mirësinë e vet, dhe nderimin e vet, dhe bujarinë e vet, dhe përkujdesin e vet ndaj ty o njeri, duke zbrit udhëzimin hynor, por është begati tjetër. Për shembull, siç është e shëmtuar që një person mund hodhi ushqim të mirë, mund ta shpërdorojë, mund ta shkeli me kam, mund ta hodhi në plen me kot, pa asnjë arsye. Është shpërdorim është, po pa turpsi. Kur dihet që udhëzimi hynor, ditunia hynore që ka zbritur Allahu robit, është shumë më vlerë se kjo. Nuk ka që shëmtuar, pra Allahu me shprehje të ndryshme e bën më të ndjeshme fajin, për të njëjtin faj. Pra e quhen atë që i ka kthy kurrizin udhëzimit hynor, e quhen shpërdorues. Shpërdorues. Dhe dihet një nga ndëshkimet e shpërdorimit këtë një është paksimi i rrezikut. Pra njeriu kur shpërdoron mirësitë e Allahut, ushqimin, veshjen, pasurinë, shnethin, çfarë ti ka dhënë Allahu, kur i shpërdoron, i keq përdor, atëherë një nga dënimet ka paksimin e furnizimit. Paksimin e furnizimit. Domthon në këtë botë. Fillo pasuria, shneti, koha, gjithë. Allah thonë Kur'an, o kadhalika nujzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. Dhe kështu neve shpërbejmë, pra me kuptimin dënojmë, çdo person që shpërdoroj, po çfarë shpërdoroj? Ushqimin, bukën, veshjen, po çfarë ka fjalën? Dhe sqaro ajeti më poshtë. Wa lam yu'min bi ayati rabbi. Pra që nuk ka besu në argumentat, në ajetet e Zotit vet. Wal adhabul akhirah ashaddu wa abqa. Ndërkohë që ndëshkimi i botës tjetër është më i rrept dhe më i qëndrueshëm, pra është i përhershëm, Zoti në rrit. Tjetër pasojë
mas këtij shkaku, pra kemi fjalën për shkakun Zotin e gjithëve e mos bindjes ose mos ndjekjes udhëzimit hyjnor. Kush refuzon i kthen kurrizin udhëzimit hyjnor, në këtë botë ka ai dënim tjetër. Çfarë dënimi? Allahu atit personi i lidh një shejtan. Dhe ja shoqëron atë gjatë gjithë kohës që ky person nuk dje udhëzimin hyjnor. Thot Allah në Kur'an: "Wa man ya'shu an dhikri Rahman", dhe kush i mbyll syt ose ignoron ose përçmon udhëzimin e Rahmanit. Shikoni ç'a emri ka pru këtu, mas udhëzimi. Mund thonë udhëzimi i udhëzuesit ose udhëzimi i krijuesit. Po ç'a emri ka përmend? Ose udhëzimi i Allahut, siç e përmend në tjetër. Ka përmend udhëzimi i Rahmanit, pa gjithë mëshirshëm. Po ky udhëzim ka ardhur vetëm për mëshirës. Ha? Ati e ignoron, mbyll syt, pra kush mbyll syt, pra ignoron, përçmon udhëzimin e gjithë mëshirshmit, i lidh nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, i lidhim atij një shejtan i cili për të do të jetë i pandashëm, nuk do i ndahet. Wa innahum la yasuddunahum an as-sabil. Dhe ato pra djajt shejtanërit, Zotin arrit për kurtheve të tyre, do të i pengojnë ata nga rruga, pra njerëzit nga rruga e shqume, drejt e shqume, pra rruga e shqume këtu, rruga Allahut. Wa yahsabuna annahum muhtadun, ndërkohë që do të jenë të tillë për jashtë rruge, gjatë gjithë kësaj kohës do e llogarisin vetëm të udhëzuar, pra që janë rrugë drejt. Shkoni njerëzit që nuk pranojnë asnjë lloj këshille, janë shumë të rrezikshëm për vetën e vetë, për tjerë. Pse janë verbu aq keq, sa që edhe pse shkuroni e kemi gjithë para durve tona, në për shtëpiat tona, ka mësime feje, ka mësime udhëzu me njën për tjetër, ka shumë fakte për të vërtetuar pasojat e kundërshtisë udhës Zotit, me kulmin e sigurisë, pra e thonë, me qenë të devë, janë të verbum, krejt janë të numë për Allahut, mendojmë që neve jemi të udhëzuar, s'kemi nevojë për këshilla, s'kemi nevojë për korrigjime dhe për sqarime, as për udhëzime, as për sugjerime, as gjë tjetër. Dhe kjo është pasojë e pasojës. Pra, kur i fillimi shkaku, ignorimi rrugës Zotit, i çon dënim, i lidhim po dhe Zoti shejton, e pengon nga rruga dhe verbohet. Pra, mendon që është në rrugë ashtu siç duhet. Dje çfarë bën shejtani? Ta bën haramin, ta bën të këndshëm, ta bën të lehtë, bukur, të këndshëm, kënaqësia vetë, thotë, kjo është. Ta bën vështirë halalin, atë që është e lejuar, ta bën vështirë zbatimin e fesë, ta bën zbukuron deri ke krimi ta zbukuron. Të mëson edhe si me justifiku vetën, ta mëson si me justifiku vetën. Mund farë verbova i shumë, sa që thot, është kryput, është kundër urdhit Zotit, i dënon. Fund fare, gjitha këto veprime i bën me bindjen që është në rrugë të marrë, ashtu siç duhet. Kjo është e duhur. Dhe po lidhej me këtë, thot Imam Zot në surën El-Kahf, që është mirë është atë ditë, me lexuar çdo ditë xumaje, kush lexon surën El-Kahf çdo ditë xumaje, i jep Allahu nur për nur të veçantë që ka lidhje me këtë lexim, lexojnë në shqip. Dhe xhuman tjetër edhe 3 ditë tjera, pra 10 ditë, pakta është të fish. Ka dhe shumë se vape djerë nuk po zjatën kjo. Si që e qujtë djetarët e kohës, është surja e Dejjalit, me që jemi kohë Dejjalit, në praktarës Dejjalit, me gjithë se Dejjalit e veqin kanë kohë që kanë ardhë,
Surja e Dejjalit, pra surja e kohës, o për të lecu ka mundësi për të. Kjo surja që thuhet, lidhe me të devijumin, me një mlaj, dhe të vetë knaqër, që i bindën shejtanit, i bindën Dejjalëve. Kul hel nunabbiukum bil akhsarina a'mala, thuaj Muhammed njerëzve, aty lajmërojmë juve se kush janë më të humbur vepra, kush janë njerëzit që janë më të humbur, më të dështuar në veprat e veta, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, janë ato të cilët e para, simptom, dhe më shenja parë, cilësia parë e spikatur, që është, janë ato të cilët i ka humbur nëzjetimi, dhe më thonë, përpjekja e tyre për këtë botë, vetëm për këtë botë. Përpjekin vetëm për këtë botë. Rabatën vetëm për këtë botë. Fare për botë në tjetër. Shenja parë. Për e në të humë krejtë. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Ndërkohë, dhe më thonë, janë krejtësisht dorë më asaj bote, ndërkohë që e llogarisin veten sigurt që janë të përsosur në veprime. Janë të përsosur në veprime. Pra janë aq të verbum, aq të dehur, sa që edhe pse janë krejtësisht kundra asaj që duhet, në vete janë bindë që janë të përsosur në veprime, në krejt vjushmërinë e jetës vetë, dhe Zotin e lutim në ruaj, dhe nuk ka udhëzim veç udhëzimi i Allahut, dhe nuk ka model më të përsosur për të ndjekë se modeli i profetit Muhammed alayhis salam.